Një ngjarje e rëndë ka tronditur zonën e Niklës në Fushkruj, ku një konflikt mes familjarësh ka përfunduar tragjikisht me humbjen e jetës së një personi. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:15 në fshatin Vrion, njësia administrative Nikël. Dyshohet se shtetasi Eduard Ahmataj, pas një konflikti të çastit për motive të dobta, ka qelluar me armë zjarri kunatin e tij, Artur Çangu. Si pasojë e plagëve të marra, viktima nuk ka mundur të mbijetojë. Paraprakisht mësohet se në sallën operative të policisë së Krujës ka mbërritur një telefonat që njoftonte për një konflikt të shoqëruar me të shtëna arme në zonë. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë janë nisur drejt vendngjarjes. Autori dyshuar është identifikuar, por është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia ka ngritur pika kontrolli në hyrje-daljet e zonës dhe po vijon kontrollet intensive për kapjen e tij. Ndërkohë, grupi ketimor ndodhet në terren dhe po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes, si dhe për dokumentimin ligjor të kësaj vrasjeje, që dyshohet të ketë ardhur si pasojë një përplasjeje familjare që degradoi në përdonimin e armës.